Temperaturat e larta të verës rrisin rrezikun e infarktit dhe komplikacioneve të tjera kardiake, veçanërisht tek personat e moshuar dhe pacientët që vuajnë nga sëmundje kronike të zemrës. Sipas mjekut kardiolog në Spitalin e Shkodrës Edi Smajlaj, temperaturat e larta ndikojnë në sistemin kardiovaskular, duke vendosur organizmin në stres më të madh dhe duke shtuar mundësinë e përkeqësimit të gjendjes shëndetësore tek pacientët me probleme të zemrës. Ekspozimi në temperaturë të larta i vendos një rrezik të shtuar. Kjo kategori janë moshat e vjetra, njëkohësisht janë të smurë të cilët vujnë me probleme të zemrës, qoftë insuficiencë kardiake, të smurë që vujnë nga smurët e arterë koronare, të smurë që vujnë nga hipertensioni, apo edhe ata që vujnë nga problemet e ritmit të zemrës. Mjeku apelon që qytetarët të tregojnë kujdes dhe të mos neglizhojnë shenjat paralajmëruese që mund të sinjalizojnë probleme serioze me zemrën. Mund të jetë një dhimbje gjokse, një vështirësi përmarrje, mund të ketë marrje mendsh, por ndjenjën edhe rrafje të shregullta ose ajo që njihet si palpitacione. Nëse ndjejnë këto ankesa, atëherë ai nuk duhet presë që gjendja të vetë normalizohet, por duhet që të kërkojë konsultën dhe vizitin tek mjeku specialist. Specialistët këshillojnë që gjatë ditëve me temperatura të larta të shmanget ekspozimi i zgjatur në diell, të konsumohet mjaftueshëm ujë dhe të ndiqen me korrektësi terapitë e përshkruara për sëmundjet kardiake.